Ekipi i futbollit të Sopotit është duke zhvilluar ndeshjet normalisht në fushën aktuale deri në pritje të një vendimi nga kontrolli i lartë i shtetit. Këtë gjë e ka deklaruar kryetari i Bashkisë së Librashtit Shefki Çota në një intervistë dhënë për televizionin Skampa. Ai tha se është duke u pritur që kontrolli i shtetit të marrë një vendim për zgjidhjen e problemit. Çota tha se ekipi i Sopotit është duke vijuar me stërvitje dhe zhvillimi normal të ndeshjeve të fundit të kategorisë së dytë deri në gjetjen e një zgjidhjeje midis pronarit që pretendon pronësinë e fushës së futbollit. Gjithashtu Çota theksoi se shpreson që kjo fushë t'i mbetet ekipit dhe Bashkisë së Librashtit. Aktualisht aty, siç e jeni edhe ju ndeni, ju falenderoj për angazhimin tuaj për të zgjidhur këto problemet të mediatike, kështu që duke bërë me di edhe në kohën e sotshme, unë aty aktualisht është një simbolizim qytetar që për tjetërsimin e kësaj fushe dhe ky shqetësim është qytetar dhe të gjithë komunitetit të rreth Librashtit dhe qytetit që unë funksionoj si bashki dhe aty është bërë problematika deri në organet më të larta shtetërore që kontrolli i shtetit po presim çdo ditë, ka ngarkuar avokatin e shtetit për zgjidhjen e problemit të tjetërsimit të fushës nga ish drejtuesit e parë që është bërë një lëvizje në hartën kadestrale të qytetit që e kanë kthyer në pronë private. Dhe kështu që ky problem aktualisht shpres dhe më shpresoj që do të jetë i zgjidhshëm sa më shpejt. Aktualisht aty janë dy fusha, një fushë vitore dhe një fushë tjetër që ne aty po mirë me marrjen e fushës dhe kështu që ne po lozim dhe po bëjmë aktivitete në atë fushë duke biseduar edhe me pronarin që ja kemi bërë të qartë atij që ky ambient sportiv nuk mund të jetësohet dhe nëse është pjesë e komunitetit të qytetit tonë. Fusha aktuale ku zhvillon ndeshjet kjo skuadër është pronë private. Ky konstatim është bërë nga kontrolli i lartë i shtetit vetëm disa javë më parë. Aktualisht është gjetur gjua e përbashkët edhe me pronarin e fushës deri në një zgjidhje përfundimtare.